koha, dhurata më e paçmuar e jona. Në fillim duket sikur kemi shumë prej saj, e me çdo orë, ditë, vit që kalon, nuk kemi asnjëherë mjaftueshëm. Shpesh e gjejmë veten duke menduar sikur të ishim në dy vende njëkohësisht. Për të mos humbur asgjë, por koha është e pamëshirshme. Ajo kalon pa të pyetur. E nëse do mundesh ta kthesh pas, fito ti mbi kohën. Mos humb më asnjëherë asgjë. Digitalb, me ty në çdo kohë. Votuesit nga jashtë vendit mund të votojnë për Kuvendin e Shqipërisë për zgjedhjet e 11 majit 2025. Operatori postar DHL do t'ju dorëzojë në adresën që ju keni deklaruar në PER zarfin e dërguar nga KQZ. Dorëzimi i zarfit do të bëhet individualisht për çdo zgjedhës. Brenda zarfit të ardhur nga KQZ, ju do të gjeni zarfin e postës për kthimin e fletës, udhëzuesin, një listë me numrat e telefonit të DHL në shtete të ndryshëm, zarfin B. Lexoni me kujdes udhëzuesin për procedurën e votimit dërguar nga KQZ. Merr zarfin B dhe nxirr prej tij zarfin A. Hapni me kujdes zarfin A dhe nxirrni fletën e votimit. Ju mund të votoni, pra të plotësoni fletën e votimit në një nga mënyrat më poshtë. Vetëm për një parti ose koalicion, ose vetëm për një kandidat. Kujdes, nuk mund të votohet për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Pasi keni plotësuar fletën e votimit në një nga mënyrat më sipër, ripaloseni atë. Futeni në zarfin A dhe ngjiteni mbylljen e zarfit. Zarfi A nuk duhet të përmbajë asgjë tjetër veç fletës së votimit dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin A brenda zarfit B, mbylleni zarfin B dhe ngjiteni atë. Brenda zarfit B, duhet të fusni vetëm zarfin A dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin B brenda zarfit të operatorit postar DHL dhe mbylleni këtë zarf. Pasi keni përfunduar, telefononi shërbimin Ekspres DHL sipas shteteve ku jetoni. Ju këshillojmë që të dorëzoni zarfin e kthimit te korrieri brenda 3 ditëve nga marrja e dokumentacionit zgjedhor me qëllim që ai të mbërrijë në Shqipëri jo më vonë se ora 19:00 e datës 11 maj 2025. Posta është e paguar nga KQZ. Vota jote, zëri yt për Shqipëri. Experience shopping like never before at Toptani. Join us as we explore a world of excitement, discovery, and endless possibilities. Explore exclusive collections for the whole family. Find everything you need for your home and yourself. And while you shop, don't forget to have loads of fun with the little ones. At Toptani, we celebrate community with events that bring joy to everyone. Follow us for updates on events and promotions. Ne jetojmë online. Punojmë nga kudo e komunikojmë me kudo. Shikojmë, komentojmë, postojmë. Por a jemi gjithmonë të sigurt? Me Digicom Safe, çdo klikim është i mbrojtur. Siguro botën tënde digjitale me Digicom NF Secure. Shpejtësia, na lëviz, na shtyn përpara, na çon drejt të ardhmes. Në një botë që nuk ngadalson kurrë, ndjeje shpejtësinë. Digicom,
Certifikuar nga kompania ndërkombëtare Speedchecker si interneti më i shpejt për të dytin vit radhazi. Në 11 maj 2025 votohet për të zgjedhur deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Paraqitu në qendrën e votimit me dokumentin e identitetit, pasaport ose letër njoftim. Trego dokumentin e identitetit përpara komisionit të qendrës së votimit. Komisioni i qendrës së votimit do të skanojë dokumentin tuaj të identitetit nëpërmjet pajisjes elektronike të identifikimit dhe më pas ju nënshkruani duke lënë shenjën e gishtit në këtë pajisje. Merr fletën e votimit dhe sigurohu që të jetë vulosur me 2 vula në faqen që nuk janë të shënuara subjektet zgjedhore. Shkoj vetëm në dhomën e fshehtësisë bashkë me fletën e votimit. Shëno me shenjën X ose plus brenda kuadratit të bardhë për bri preferencës tënde në fletën e votimit. Palos fletën e votimit në dhomën e fshehtësisë në mënyrë që zgjedhja juaj të mos identifikohet dhe të paktën një nga vulat të jetë e dukshme. Hidh fletën e votimit në kutinë e votimit dhe largohu nga qendra e votimit. Voto të dëgjohesh. Edi Rama është në skuq. Të zgjedhësh Benetën, o nuk e mirë. Ata u rikthyen aty ku e kishin lënë. Lumi i qytetarëve që kërkojnë ndryshimin e rilindje. Sikur vetëm i të mbeti, do t'jem njeri për jush. Por me 12 vite në mes. Hajde Sali, ullu. Unë erdha, ju e dini vetë. Gjithë mirat. Edi Rama e kishte paralajmëruar Luli është Saliu Iliri Monika. për mandatin e 4 theret drejt Europës. Pasaporta shqiptare BE-s është digniteti ynë kombëtar dhe europian. Sali Berisha është në fush betejë me emrin e tij. Sali Berisha del sot për shqiptarve si politikani më i pastër. Me Partinë Demokratike. Unë kërkoj vetëm 100 ditë për të transformuar Shqipërinë. Ka vend për aleatët historik. Ish kandidati për kryeministër lufton për mandatin e tij. Shqipëria meriton ta mbyllë derën e tranzicionit. Por fusha e kësaj pranvere ka ngjyra të reja. E do ta çojmë sistemin. Ndrysho, fike terri. Ka ardhur koha me ndryshu. Ujërat e të mëdhenjve i kanë lëvizur. Thonë, nëse ne do ta kemi në dorë, ne do shkojmë në zgjedhjet parakoshme. As një vot partive të vogla janë baterisat e Edi Ramës. Nga zarfi i parë i diasporës tek kutia e votimit deri në fletën e fundit të numëruar, shqiptarët zgjedhin. Ne e dëshmojmë votën e tyre. Shpejtësia, panshmëria, saktësia janë orientimi ynë i vetëm për ju. Ky është A2 CNN. Një ditë e shkëlqyer sot. Një ditë e shkëlqyer për demokracinë, por mbi të gjitha për ty si qytetar. Është dita ku ti vendos për 4 vite. Është dita ku ti nuk duhet të rrish përpara ekranit të televizorit apo në kafenen tënde të preferuar duke bërë thashë themet e çdo ditë tjetër. Ke plot kohë për ta bërë këtë gjë. Ngrihu, merr përsipër përgjegjësinë dhe me dinjitetin që të karakterizon, shko dhe trego që ti je aty. Ta them si një njeri që e kam bërë tani detyrimin tim. Kam votuar dhe në fletën e votimit, qoftë edhe për ju që votoni në formë elektronike, e keni mundësinë të mos zgjidhni askënd, por thjesht të jeni pjesë e një procesi demokratik. Ai proces për të cilin shumë breza kanë luftuar, shumë gra e kanë ndërruar derisa ja arritën, shumë njerëz me ngjyrë gjithashtu kanë dhënë jetën që të arrinë këtë ditë. Ne i kemi gjërat gati. Na mjafton vetëm vullneti, na mjafton të largohemi nga ajo rehatia e çdo fundjavë dhe sot t'i kushtojmë vetëm 5 minuta Shqipërisë. Këto 5 minuta që korespondojnë gjithashtu me datën 11 me këtë orë 11 të këtij transmetimi që do të jemi bashkë. Unë jam Erion Dushi dhe së bashku me një panel të zgjedhur do të diskutojmë çfarë ndodh konkretisht sot. I prezantoj me radhë Agim Baçi, analist, por unë preferoj ta cilësoj si shkrimtar për atë që dita bëj më mirë. Faleminderit që jeni sot me ne. Si Dorela Vatnikaj, aktiviste, një ndër ato
zonja, sepse duhet I referohemi gjithmonë ashtu siç duhet, që di të ketë peshë me fjalën e saj. Faleminderit që I bashkohesh këtij paneli. Faleminderit për ftesën. Dhe patjetër Indrit Sefa, një mik I këtij televizioni ka hershëm dhe programit që unë drejtoj në të, si një jurist I cili mban përgjegjësi për fjalët që thot. Faleminderit gjithashtu që je I pranishëm. Faleminderit për ftesën. Dua ta nis me ju Sidorela, nisur nga fakti që I vlerësojmë zonjat ndryshe nga sa e bën me listat zgjedhore të gjitha partitë politike. Pse sot duhet të votojmë dhe akoma më shumë si një e re, pse të rinjt sot nuk duhet të argjojnë kohën e tyre? Unë mendoj që mesazhi është jo vetëm për të votuar, por është për të votuar pa frikë kryesisht. Në gjykimin tim, atmosfera zgjedhore nuk do ishte ajo që unë ndërroj si një vajzë e re, një studente që kam protestuar që nga bankat e fakultetit për një Shqipëri më demokratike, më të lirë, pa presione, ku individi e thot vetë mendimin siç e mendon, voton dhe vota e tij numërohet ashtu siç ka shkuar në kuti. Për mua, gjithë pesimizmi, dëshpërimi që mbizotron, që unë e shoh në ambientet ku rrin, komunitetet nga vi, nuk duhet ndaloj që sot shkojmë te kutia e votimit dhe ta themi mendimin ton dhe vullnetin ton pa frikë. Është e vërtet, unë e di që në shumë qendra votimi ka persona të autorizuar, që ushtrojnë presion, që janë aty për të ndimituar votuesit, ka, po them, shitblerje votash masive, ka deformim të votës, ama mesazhi im është për të thënë që frika jonë është ajo që e mban pushtetin këmbë. Dhe vetëm kur kuptojmë që në fakt jemi ne më të fuqishëm se sa pushteti, atëherë do jemi të lirë të zgjedhim edhe ta themi zërin ton me zë të lartë, me forcë, pa u friksuar dhe pa u intimiduar. Agim, duhet kemi frikë nga pushteti dhe pushteti nuk ka një logo, besoj. I takon të gjithë atyre që din ta keq përdorin atë? Në nisë në fjera fundit e zonjës, Qestava Veli, në kulmin e disidencës vetë, ka një se brilante, thotë pushtetit pa pushtetshme. Në fakt, ti referohet kësaj dite, që njerëzit nuk e dinë, thotë ata, që janë, në që se bëhen bashkë, në që se duhen ndryshim, janë kaq pushtetshëm, po nuk e dinë. Po sot është ajo dita që mund ta dinë dhe duhet ta dinë. Dhe unë, në fakt, për i vërtetës kam gjithkohën që ushtroje votën, por mos e shit kurrë atë. Ajo që shet votën, ka mbaruar punë. Sot ka mbaruar për 4 vjet, nuk mund të kërkojë llogari askujt. Ai flet kot. Domethënë, në këtë pikë duhet jemi të qartë. Nuk ka gjë më të trisht se sa të shesësh votën. Agim, është ndoshta e lehtë për ne ta themi këtë në çdo ditë tonën, por ata që e shesin votën, a lidhen drejt për drejt me persona që kanë vështirësi ekonomike për të cilët ajo shitje e votës të paktën nuk garanton atyre 2 ditë mbijetesë? Domethënë, le ti marrim parasysh të gjitha gjërat. Ndoshta mos të hyjmë në rolin e paragjykuesve. Çfarë do të thënie ka shitja e votës? Çdo shitje e votës duhet të ndryshojë gjithë. Na bën ne më të varfër. Nëse kemi njerëz që shesin votën, nuk është dhe faji jonë që ata janë atë pikë. Pikërisht. Jo thjesht I kemi lënë të varfër, po s'kemi shku dot ata. Nuk I kemi thënë çfarë fuqie ka. Nuk I kemi thënë që kjo është e drejta e tyre, domethënë. Pra, në këtë pikë nuk kanë faj vetëm ata. Kemi gjithë ne si raport, por drejt për drejt u drejtohemi atyre se është individuale ky raport me votën. Nuk mund t'ja zgjidh jetën as 2 thas më mirë, as nëse është 500 euro, as nëse është më shumë. Ai njeri humb të drejtën morale për të kërkuar llogari. Pra, humb çdo lloj fuqie. Ndërkohë, ne jemi në raportin që zgjidhe më zgjidhe, nuk ka problem, domethënë nuk po thot kush këtë zgjidhesh, po zgjidhe ti vet. Zgjidhe. Edhe, më thënë, paktën minimalisht duhet heqim atë idenë e fotografimit të votës. Në ndolli ajo e pa parashikueshmja, e pa mendueshmja që ne diasporën e kemi në idenë që voton liri dhe ata nuk I kontrollojmë dot, o votojnë në mënyrë familjare ose fotografojnë votën. E trishtë është sepse ne presim që diaspora të vendosë një standard më të lartë se sa ajo që bëhet këtu, e bën. Paktën mos ta bëjmë këtu. Unë nuk dua dhe nuk më gëzon ideja që sa vetë do të çoj spaku në burg. Asa do arrestohen. Dua që mos të ndodhë, dhe ne duhet bëjmë gjithçka që mos të ndodhë. Tu nuk është problemi që ne të bëjmë raport që u dënuan kaq dhe kaq. Kujt I shërben? Na rregullon kjo cilësinë e votimit, na rregullon kjo cilësinë e votës, na rregullon kjo cilësinë e qeverisjes. Problemi është ky që një njeri që vjedh votën, vjedh edhe nesër në qeveri. Këtë duhet I themi çdo qytetari. Ai që po të merr ty votën me këtë lloj modeli, ai nesër nuk ka problem fare të vjedhë në çdo lloj forme. Po votën që vjedh diçka.
Dhe tu nuk ka se thonë për shembull bëjnë krahasime, jo ka vjet. Ai ka vjet tek, sa aq ka pas mundësi. Po të kishe më shumë mundësi do kishe vjetur më shumë. Pra, ai që e bën nuk ka rëndësi 5 apo 10 apo 15. Kështu që duhet jemi të qartë ta, domethënë është apeli sot. E kemi ende kohën për të thënë voto dhe mos u intimido, mos e shit votën. Voto, domethënë shko, ushtroje këtë lloj sepse sot është dita fuqia e pafuqishme. Atyre që nuk kanë mundësi të kërkojnë llogari, se këtu nuk jep njëri llogari, e keni dëgjuar ndonjëherë të japi kryeministri llogari në këto vite? Domethënë, jo vetëm ai, pa askush nuk japin llogari fillimisht as te partitë veta, ajo më në qeverisje. Dhe sot qytetarët mund të ta ushtrojnë këtë fuqi që kanë, fuqinë e votës. Edhe fuqia e votës. Dje kur po bëja konfirmimin e listës së të ftuarve të mi, Indrit Sefa më thotë që ky është procesi më i mirë zgjedhor që është realizuar ndonjëherë. Sot ku kanë dalë në pa disa problematika të zakonshme, disa vështirësi, disa kacafytje tek tuk, jemi në të njëjtin trend? Dimi se njëshi Partia Demokratike mund këtë bërë kallëzime penale, drejtuar strukturës posaçme ose prokurorive të rrethave, pa frikë mund të kenë qenë 500 deri 600 kallëzime penale. Kemi pasur përdorim të jashtëzakonshëm të burimeve shtetërore në zgjedhje. Kemi pasur përdorim të funksionit publik për të ndërhyrë në zgjedhje. Edhe këto kanë qenë të certifikuara, kanë qenë të verifikuara nga Partia Demokratike. Situata tensione ka qenë shumë herë më e madhe se ç'është në këtë zgjedhje. Pavarësisht se do ketë probleme se për sa kohë që procesi zgjedhor vazhdon dhe administrohet nga forcat politike, patjetër që do ketë probleme. Dhe kjo është e ditur tani, me sa herë që ne do vëmë në procesin zgjedhor dhe komisionerët, antarët e KZZ-ve Dita Merat do jenë funksionar politik ose të zgjedhur nga partitë politike, patjetër që do kemi probleme. Sepse tensionet e akumuluara gjatë gjithë fushatës zgjedhore janë atë ditën kanë ditë kryesore të cilët edhe mund të krijojnë përplasje. Indrit, a janë këto zgjedhjet për të cilat ju juristët të parë të luftuat dyrëve të gjykatave kaq shumë? Shiko, këto zgjedhje fatkeqësisht me ndryshimet e kodit në korrik të 2024 nuk adresuan ato problematika që ne kishim hasur në gjithë proceset e tjera zgjedhore. Fatkeqësisht partitë politike nuk patën interes për të bërë procese të rregullta zgjedhore ose për të bërë zgjedhje të lira për qytetarët shqiptar. Patën shqetësim se kush do hyjë në parlament, se si do i marrin mandatet ata, se kush nga ata të përgatëlurit e kryetarëve do jenë në parlament. Ky është shqetësimi më i madh. Ju e pat për shembull po marrim rastin konkret të votimit nga jashtë të qytetarëve shqiptar. Ka ndodhur eksaktësisht çfarë do lloj deformimi i mundshëm që ne kemi parashtruar ka ndodhur në votimin nga jashtë. Kemi thënë që nuk do ketë shqetësi vote, kemi thënë që do ketë problematika me zarfet, kemi thënë që do votohet më shumë se një herë, që do ketë votim familjare Dita Merat. Kto ka ndodhur. Edhe ka ndodhur fatkeqësisht që qytetarët shqiptarë kanë hedhur në TikTok, kanë hedhur në Instagram, kanë hedhur Dita Merat. Domethënë kjo cënon në rënd standardin e zgjedhjeve. Nëse një qytetar shqiptar në Shqipëri voton duke vendosur gishtin, me votimin e identifikimit elektronik, duke vajtur në dhomën e fshetit Dita Merat, jashtë shtetit kryefamiljari merr 20 zarfe, i plotson edhe i dërgon. Ky është rasti më i mirë. Rasti më i keq që unë kam informacion ose më saktë që mund të bërë e ditur është që në këto zyrat e hapura nga partitë politike në Greqi për shembull, që është më masive, kanë vajtur qytetarët kanë dhënë zarfet në ato zyra. Patronazhisti i radhës ose personi ngarkuar nga partia politike ka plotësuar zarfet për të gjithë zarfet që ka pasur aty, i ka plotësuar, i ka mbyllur, i ka nisur me post. Tani hajde ta kuptojmë ne tani ka ndodhur vepra penale apo s'ka ndodhur. Jetojnë të gjithë në Greqi. Edhe ai ka çuar zarfin atje të pahapur, ka marrë atë shpërblimin financiar edhe ka ikur. As nuk e di fare, është nisur se është nisur thotë që ky kod zgjedhor nuk duhet bërë me praninë e partive politike, por për më shumë sot pak çaste më herët Ilirian Celibashi ka dhënë deklaratën e tij ndjek. Sa informacion është paraqitur në faqen e internetit. Gjithsesi, po e prezantoj publikisht të dhë. Deri tani janë 185.679 zarfe të mbritur në KQZ, në fakt është pak më i madh ky numër, nëse shikoni tani ndryshon pak drilun aty domethënë.
Janë dhe 2500 zarfe të cilët janë administruar në kutinë e posaçme. Janë zarfe të cilët kur kanë britur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që prej ditën 1 kur ka filluar ky proces, janë konsideruar sipas parashikimeve të ligjit e akteve të Komisionit Rregullator si të parregullt, të themi në pikpamje formale. Por gjithsesi edhe këto zarfa do t'i nështrohen procesit të vlerësimit nga grupet e numërimit dhe nga Komisioni Administrimit dhe Vlerësimit të votave nga jashtë. Pra janë 185.679 plus 2.502. Presim sot janë në ditën e fundit një dërgesë të zarfeve nga gjitha vendet, themi. Akoma nuk e kemi informacionin nga DL se sa mund të jetë ky numër. Por kemi raportuar me ta që mbritja të jetë jo më vonë se ora 5 për të dhënë mundësi që të gjitha ato. Është kjo pra një pjesë e deklaratës së tij. Deri në orën 10 konfirmon kryekomisioneri shtetëror Agim kanë votuar 13.54% e qytetarëve. Faktën ato që kanë ndjekur ecurinë e zgjedhjeve të shkuara nuk është një shifër. Do thënë kur e ka dhënë ai 10 do të thotë që 9.5 ka qenë informacioni i fundit për një orë. Është mbledh më herë. Nuk është pak domethënë, por për hir të vërtetës qendrat e votimeve janë me njerëz, njerëzit shkojnë votojnë. Dhe ne marrim përqindjen e atyre njerëzve që janë këtu. Ne po kemi parasysh që ne pritim mbi 1,5 milion të diasporës u regjistruan vetëm 250 dhe nga ata rreth 200.000. Nga ata sikur se thot zoti Celibashi mbi 135.000 zarfe kanë bërritur, presim që sot 185.000, ndoshta unë kam dëgjuar gabimet. Rrezik mund të marrë 200.000, domethënë, sepse ne pritet deri 19 sot apo ka çdo zarf që vjen. Në ato shifër do vej domethënë 185.000. Çdo zarf që vjen do jetë dhe vota interesante sepse ato votohen kollaj se janë të mbledhura këtu dhe do jetë vota parë që ne do të shikojmë trendin se si ka shkuar. Vërtet ajo po e përcakton trendin e votës së shqiptarëve në përgjithësi? Përcakton votën e tyre. Pra, në fund fare ne do kuptojmë që ka njerëz që kanë votuar edhe më të lirë se sa këtu, domethënë, në cilën pikë janë, ku sepse gjithë kanë pretenduar që diaspora do bëjë ndryshimin, po ndryshimin e kujt? Kanë votuar të lirë apo dalim tek ajo që Indriti tha kanë votuar në grup? Indriti tha shumë të lirë. Shumë të lirë. Pra, në këtë pikë me konotacion negativ, por unë për shembull e përmendi Indriti, domethënë ne nuk i heqim dot disa zakone që kemi, për shembull ka qenë problem, domethënë gjithmonë si Shkodra që është pak e nxehtë, Lezhë që po ashtu, domethënë Dibra po. Aty kur rezultati është goxha i afërt në Tiranë, për shembull pash një video të një kandidatit të ditë Hysem Xhurës që kishin shkuar, kishin këto policët e IKMT-s. Ka që zjedhshëm janë, për shumë të stunë në darge me para ata, po shkon as po shkon puna e tyre, domethënë pra, ai kishte çuar në spak, domethënë, po e përmend si rasti që ka në këto gjëra, por e thash edhe një herë, mua nuk më intereson fare as raporti që do bëhet SBE, as numri atyre që do arrestohen, as numri atyre që do penalizohen, as nuk më gëzon se sa komisioner do shkojnë atje po devijuan votën, ne nuk do ta lejojmë këtë gjë. Pra, dhe si bëhet kjo? Shiko, unë shpresoj që, domethënë, prania spaku dhe prania këtyre ka dhënë një lloj avantazhi, por inxhinieriu i vjedhjes votës ka ndryshuar, nuk është më ditën e zgjedhjeve. Ditën e zgjedhjeve pra ne është votimi kaq i qetë. Është votim. Dhe ta bëjmë me humorin atë filmit që sot është votimi, po pastaj fillon numërimi. Pra, në këtë pikë nuk kemi të sigurt që votimi dhe numërimi korrespondojnë në Shqipëri. Por le të shpresojmë që ata njerëz aty që kanë marrë përsipër ta bëjnë votimin, ta dinë që kjo është çështje penale, domethënë devijimi i votës, domethënë dhunimi i votës është një gjë që duhet na dhënë të gjithëve. Nuk ka të bëjë me kandidatin, nuk ka të bëjë me partinë. Duhet ta mësojmë që vullneti i një zgjedhësi nuk duhet të ndryshojë. Ndoshta kjo është thirrje që mund të shkojë gjithë secili. Mos të kujtojnë qytetarët shqiptarë që vepër penale bën vetëm ai që jep lek. Vepër penale bën dhe ai që dënohet njësoj. Domethënë deri në 5 vite burg dhe ai që merr lekët. Domethënë nëse ti jep kartën, edhe ja jep atij blerësit të votës, i jep kartën dhe ti merr atë 50.000 lekë e ke kryer vepër penale. Jo, e di çfarë ndodhet sot, dënohesh deri në 5 vite burg. Më lejoni të ndaj përvojën personale, teksa afrohem qendrës së votimit, aty jashtë në hyrje të saj, sa për informacion unë votoj tek shkolla konferenca e Pezës,
qendra njësi administrative nëmër 10 votohet elektronikisht, në hyrje më afrohet një i ri të 25-at, më tha përshëndetje Erion, unë jam Indriti, unë të njo familjen tënde, jam këtu si përfaqësues i partisë X. Duke të kujdesh, po nisë. Dhe ngela i tronditur. Në hyrje të qendrës së votimit, vjen dikush, unë e vura X patjetër, unë prandaj e thash që në hyrje, edhe elektronikisht ke të drejtë që ti mos votosh për askënd, por të votosh, të marrësh pjesë në proces. Shiko. Sidorela, ju jeni sot të shpërndar në barë Shqipërinë. Çfarë duhet të kemi parasysh, ose çfarë këshillash i shpërndat njëri tjetrit në këtë mision të vëzhgimit të zgjedhjeve? Unë mendoj që diskutimi sot do ishte i mirë të bëhet edhe nga aspekti teknik, pra kush janë këto problematikat që ne kemi parë, që për mua në fakt shqetësimi kryesor është çfarë ka ndodhur deri më sot. Fakti që ne sot kemi qendra votimi që janë shumë të qeta, mua me thënë drejtë më shqetëson, sepse ne e dim çfarë ka ndodhur më parë, si është bërë manipulimi i votës, si janë intimiduar njerëzit edhe nga pushteti vendor me ndihmën ekonomike, si një pjesë e madhe e emigrantëve kanë votuar ndoshta duke pasur dhe informacionin më minimal për sa i përket çfarë ata gjithë proceset dhe çfarë ata po zgjedhin. Po nga ana tjetër çfarë për mua është shumë shqetësuese në fakt si një vajzë e re që me thënë drejtën ne jemi rritur me parimet e demokracisë dhe jemi ushqyer qoftë nga familja, qoftë nga shoqëria që të besojmë te demokracia, të besojmë tek liria për të zgjedhur. Fakti që ne sot kemi një parti në pushtet që kërkon mandatin e 4 për të riafirmuar për të 4-ën herë tregon minimalisht që ne kemi një demokraci shumë të dobët. Në çdo vend demokratik, në momentin që qeveria që është në pushtet e ka shumë të vështirë të marrë një mandat të dytë, më të tretë që është e pamundur të imagjinohet, tregon që aty opozita është shumë e fortë, tregon që shoqëria është e pakapur, e pa intimiduar dhe jo siç është tek ne që friksohet që nga ndihma ekonomike shantazhohet me të e deri te kërcënimi i bandave krimit me cilën duhet thënë që është prezente. Pra, fakti që sot unë dëgjoj në media gjithandej që kemi votim që është i qetë, nuk kemi problematika, s'do me thënë asgjë, sepse shqetësimi im është këta e qytetar absolutisht, sepse mandatin e 4 tani sofistikimi, blerjes dhe manipulimit votave është bërë kaq i madh sa që sigurisht që ne sot do kemi një proces shembullor. Madje unë mendoj që edhe numrimi do jetë shembullor, sepse duke ngritur një sistem kaq perfekt patronazhimi që domethënë ju thoni jemi mirë, jemi aq mirë sa kjo duhet na shqetësoj. Pse jemi kaq mirë? Unë them jemi kaq qetë sa që kjo duhet na shqetësoj, pse jemi kaq mirë. Sa që partia që mendon që do marr mandatin e 4 ka mbyllur praktikisht gjithçka. Qoftë kjo me manipulimin e votave, qoftë kjo me presionin që ka bërë përmes krimit, qoftë kjo me faktin që një pjesë votojnë sepse prej traditës familjare. Sepse ne po flasim për demokracinë dhe ne kemi në dorë. Çdo që ta bën këtë gjë në atë qendër votimi që isha unë të paktën, gjithkush ishte përpara ekranit, s'të kontrollon kush. Demokracia funksionon nëse qytetarët mendojnë në mënyrë demokratike. Pra do të thotë që nëse ne diskutojmë për shembull ku shkojnë paradat e shqiptarëve, sa të lirë janë si për Marsit, sa llogari jep qeveria në drejtësi, sa llogari jep qeveria në parlament, si përgjigjet interesit qytetar. Dhe kështu duhet jetë. Ne nuk e kemi bërë të debat, ne na ka munguar këtë debat. Në fund fare për shkak, po do them që po të bëjmë sondazh, sa kanë marrë vesh shqiptarët se çfarë programesh kanë partitë politike, do ngrem super, sepse ka fituar spektakli. Domethënë, jemi tek Republika spektaklit dhe kjo dekurajon spektaklin në thelbin e vet, e dekurajon njeriu. Domethënë, ne kemi një votë dekurajuese. Dhe vota dekurajuese përgjithsisht për shembull kur krijohet ideja që janë gjithë njësoj, fiton ai që është në kal. Pra ideja që politika do ta dekurojë qytetarin, sepse thoshte një nga sociologët e famshëm, domethënë Jose Ortega nga Gasset, thoshte që në vitin 1930 në Europë në ardhshme njeriu më i vetmuar do jetë njeriu që ditë mendoj vetë. Dhe fakti ai prish punë gjithë grupit nëse ti mendon. Dhe këtë do njeriu e kanë dekurajuar. Në përgjithësi nuk ndjen debatin real çfarë duhet shoqërisë. Ne diskutojmë për raportin X apo Y dhe nuk diskutojmë por këtij vendi çfarë i duhet, çfarë po bëjmë për të gjë. Se për shembull marrim kodi sondazh, nëse po ta marrim, nëse ti për shembull përgjithsisht sondazhi del që mbi 50% e shqiptarëve shikojnë të ardhmen e tyre
jashtë Shqipërisë. Për çfarë mund të krenohet për shembull një njeri që kanë bërë? Është si puna asaj që pse s'ka kambana ka 100 arsye, më thuaj një s'ka kamban lehtë tjera. Pra a du me ik gjithë po çfarë më tregon tjetër mua që ke bërë birë nëse kjo këtu nuk ekziston. Pra si mund të jem unë ty të them të kam shok po s'du me net me ty. Kjo është logjika e gjërave këtu në Shqipëri. E drejt, po unë do ndalim pak të programet, sepse në këtë televizion paktën kemi këmbgulur që ato të vijnë në pah. Dhe kur e themi që nuk ka programe, do të thotë që dikush minimumi nuk ka dëgjuar, sepse për ato është folur, ato janë shpërndar, i ndrit, ju keni qenë pjesë, jeni angazhuar personalisht, jo vetëm si kandidat në zgjedhje, por edhe në anën ligjore më herët. Shko, problemi është ne e duam programet, ne duam të informohemi se çfarë kemi përballë apo nuk është faj i qytetarëve shqiptar që pjesa politike ose drejtues politik bëjnë një debat folkloristik nëpër studio televizive dhe nuk japin llogari dhe nuk kanë arsye pse të japin llogari. Opozita ra pre Grackës së Edi Ramës, ra pre e gjithë strategjisë ngritur nga Edi Rama një vit e gjysmë përpara. Nuk është se e ka bërë këtë muaj, ka një vit e gjysmë që ka ngritur të strategji. Kur tjetri po pra, po ti nuk do të bie, opozita nuk do të binte kurse si pre e asaj loje. Opozita do të vazhdonte strukturën e vet, do të vazhdonte fushatën e vet. Do ju kërkojnë ndjes kreu i OSBE Odirit ka fjalën përpara mediave, ta ndjekim për pak çaste dhe rikthehemi. Zgjedhjeve është dita e dukshme e vëzhgimit, por ne jemi këtu që nga fundi i marsit. So that we have been observing the campaign, of course, and this is the end point, and tomorrow we will draw the conclusions and the assessment in a press conference. Sigurisht ne kemi vëzhguar edhe fushatën zgjedhore dhe sot është pika e fundit dhe nesër do të kemi një konferencë për shtyp. So the conference will take place at 3 o'clock tomorrow, I think you know, at the Rockner Hotel, and you're all invited to be there. Konferenca do të jetë nesër në orën 3 në Rockner dhe jeni të gjithë të ftuar aty. Yes. An evaluation of the process so far on what you have already watched on the polling stations, on the behavior of the voters, of maybe of political parties or subjects as well? It would not be significant for me to tell you today because I'm just one person watching one place and this cannot be. I'm collecting information, I'm looking at the process inside the polling stations. I was here at this one among a number of others today because I'm aware of the commitment of Albania to have at least 10% of the voters voting electronically. Nuk do të ishte domethënë se nëse do t'ju jepja një mendim sot, sepse unë jam vetëm një person në një qendër votimi për momentin. Sigurisht që unë jam duke mbledhur informacion dhe kam ardhur në këtë qendër votimi sepse është një nga angazhimet e Shqipërisë që 10% e votimit të jetë elektronik. So also the procedures and the process of electronic voting will be a part of our final assessment, of course. Dhe sigurisht një pjesë e vlerësimit tonë do të jenë dhe procedurat dhe votimit elektronik. Zoti ambasadora, mund të flasim për lojë të rregull dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme sa kohë që 2 ditë para zgjedhjeve kryeministri Edi Rama bën një amnesti dhe fal të gjitha gjobat. Mr. Ambassador, can we talk about free and fair elections when the Prime Minister of Albania 2 days ago all the fines were cancelled. We'll talk about these things tomorrow when we draw an assessment of the whole process. We can't talk about individual issues in isolation. Nuk mund të flasim për çështje individuale, për raste specifike, do të flasim për këtë nesër kur të bëjmë vlerësimin. Have you exchanged information with the Central Election Commission about the process so far? We are working in very close cooperation with them, and I have to say it's a transparent, open cooperation, and my assessment is very positive from my perspective, the way I work so far with the CEC. Jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në këndvështrimin tim deri tani është shumë transparent dhe shumë i drejtë ky bashkëpunim. Ishte kreu i komisionit të vëzhguesve të OSBE Odirit, Lamberto Zanieri, i cili konfirmon edhe një herë që ne jemi thjesht për të vëzhguar çfarë ndodh me procesin, nuk duam të ndalemi tek raste specifike apo sporadike, për të cilat do duhet të flasin nesër në një raport paraprak që pritet të prezantojnë në orën 15. Do të shkojmë tani me Rosalba Bejdon
ndodhet pranë një institucioni të dënimit penitenciar, Rosalba kam përshtypjen apo ndoshta e brendshmja ime më thotë që ai është ambienti ku Erion Veliaj, ish kryebashkiaku i Tiranës, duhet të votojë apo ka votuar? Kam përshtypjen se Rosalba nuk po na dëgjon në këtë momente. Rosalba, të lutem më konfirmo nëse zëri im të vjen në kufje. Shumë mirë atëherë. Flasim për Erion Veliaj, ndodhet prapa asaj dere të hekurt. Aty, si njëri si ndoshta këtë vit, është votimi në burgje, a ka votuar Veliaj? Është e vërtet, Erion, gjendemi pikërisht përpara burgut të Durrësit, ku gjendet kryebashkiaku i Tiranës në paraburgim zoti Erion Veliaj dhe gjithashtu ish ministri Ilir Beqa dhe ish deputetët Jurgis Qyrbja dhe Alqi Blanco. Nga informacionet që kemi, të gjitha ta nuk kanë votuar ende. Në fakt kemi mësuar që sapo janë informuar që kishin bëritur mediat, kanë refuzuar të votojnë dhe kanë kërkuar që të votojnë pa pranin e mediave. Ne kemi mundur të hymë në masat të rrepta sigurie në burg dhe kemi ndjekur nga afër votimin, ku kanë votuar personat të tjerë të burgosur atje, por nuk kemi lejuar t'i filmojmë dhe të zbulojmë identitetin e tyre. Duhet thënë se në këtë burg gjenden afërsisht 240 persona, nga të cilët 195 persona janë lejuar të votojnë, ndërsa pjesa tjetër janë ndaluar për shkak të dënimeve të formës së prerë. Duhet thënë Erion që zoti Veliaj ka reaguar vetëm pak ditë më parë sa i përket procesit zgjedhor nga burgu i Durrësit ku edhe ndodhet. Ka thënë se i vjen keq që nuk është pjesë aktive e kësaj fushate, por po e ndjek atë si një spektator. I ka bërë thirrje votuesve që të votojnë për Partinë Socialiste dhe që kur t'i drejtohen qendrave të votimit të ditën e sotme të kenë parasysh se si ka qenë Tirana e viteve më parë dhe si është sot dhe kush është kjo parti që ka sjellë ndryshim. Faleminderit Rosalba, ishim me Rosalba Breido në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Rikthehemi në studio, të dënuar, të famshëm, të cilët nuk pranojnë të dalin para kamerave. Agim, ndoshta nga ju e pres një batut në lidhje me këtë. Mbyllu famën që të dalin prapë. Mbaroj famën. Nuk kam famën të një. Në brenda mund jetë famshëm. Nuk du të konspirojnë votën, ndoshta se dallojnë. Se dihet që nuk do e qojnë aty ku? Edhe nëse jam të nduar atje, domethënë kam ndryshuar mendim. Por them drejtën, domethënë ne është rast i veçantë se në botë nga këto nuk bëhen lajme, por ne nga që kemi shumë të politikanë në burg, është lajm se po të kishin pak, nuk do përbënte lajm, por duke qenë shumë, domethënë janë një pjesë e konstitueshme që domethënë kujdesur pse kanë marrë vendime dhe kështu që domethënë vlen për të bërë lajm. Gjithsesi ne nuk, domethënë për te humorit, ata që cilët janë shpallë pa fajshëm, domethënë që nuk janë shpallë fajshëm ende, domethënë nuk mund t'i prezumojmë fajtor ata, domethënë, sepse duhet të ndosemi kështu është kollaj të flasim për dikë tjetër, por kur si jemi në vend të tij. Çështja është që ne prapë do t'i bëjmë thirrje këtu te raporti me votën, me njerëzit që kanë dorë për t'i bërë këto gjëra, që janë ferme me gjërat me vetveten, me votën e tyre. Po shikoja dhe po lexoja tani ka pas raste denuncimisht që fotografojnë votimin dhe kjo është e trisht se ne do ta kuptojmë që një njeri që shkon drejt fotografimit do thotë që domethënë ose e ka shitur votën dhe duhet ta jap ose kanë detyruar që të mbajnë vend në punës, domethënë janë gjitha raste që tregojnë më shumë se sa hatën një personi. Është kjo forma e presionit apo e mospasjes që folëm pak më herët që tregon se sa keq e kemi fotografon votën, do të thotë jeni në një verifikim kontrolli, domethënë për atë të cilën ti ose ke premtim, ose ke bën punë, ose ke marr para, pra janë rastet që nuk tregojnë asgjë pozitive. Domethënë dhe këtë pika, unë mendoj që komisionet, pse ne nuk kemi drejt ta heqim celularin se kontrollon komisioni, por vetë qytetarët duhet ta marrin celularin dhe ta bëjnë atë gjë dhe mendoj që ku ka këtë rast duhet nën shembull që të tjerët të kuptojnë që nuk fotografohet vota. Duhet të ndalim pak te kuadri zgjedhor sepse
Gjatë këtij viti të paktën kemi dëgjuar kaq shumë tentativa e versione se si duhet të votonim. Janë bërë shpenzime marrëmendse sa i takon jo vetëm identifikimit elektronik, por gjithashtu votimit elektronik që u kërkua në një sër qarqesh dhe mbërritëm sot ku votohet vetëm në 10% për faqet Z. Po, e drejt, por ju si votuat sot? Unë votova elektronikisht, por jam tek ishte komode? Ishte jo vetëm komode, por ishte gjithashtu mjaft e shpejtë dhe nuk prishte punë për asgjë. Kishe dyshim se lexohet vota? Jo, unë nuk kisha asnjë lloj dyshimi. Ju si gazetar preferoni votimin tradicional apo elektronik? Gjithmonë elektronik. Shkoj. Opozita fatkeqësisht që nuk arrit do ta kuptoj, nuk ka arsye në një njeri që ka një orit minimale në procesin zgjedhor, refuzoi votimin elektronik. Pikërisht pra, shpenzimet u bën gjithçka. Unë kam qenë përfaqësues i Partisë Demokratike në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Dhe për një kohë gjatë ne kemi pasur patjetër diskutime, marrëdhënie me Partinë Socialiste, ku në fund të ditës, edhe me propozimin të Komisionit Shtetëror Zgjedhjeve, zoti Celibashi, ne pak a shumë arritëm në një konkluzion që 6 qarqet më të mëdha të kishin votim dhe numërim elektronik. Kishin një shpenzim diku te 40 milionë euro, diku te 40 milionë euro në mos gaboj për ta bërë gjithë Shqipërinë. Kjo do ishin pak më pak. Dhe 80% e votuesve shqiptar, që janë 6 qarqet më të mëdha, do kishin votim dhe numërim elektronik. Ty do dilte rezultati për 2 orë, ti nuk kishte më atë procedurën njerëzore të numërimit dhe komisionerë gjitha me radhë. Domethënë ishte e jashtëzakonshme, do ishte një zhvillim i jashtëzakonshëm. Të shkojë opozita dhe të refuzoj çdo propozim për të bërë të mundur votimin dhe numërimin elektronik, unë nuk e kuptoj në çfarë logjike ose në çfarë mentaliteti elektoral ata e kanë justifikuar këtë vendimarrje të tyre. Ne patëm votimin në Kamës, në Elbasan dhe në Vorë, në mos gaboj, në 2023. Edhe në 110 ka qenë edhe 110. Siç është edhe sot, në 110 dhe Vora, do të thënë janë 2, vetëm janë të dyja po. Me këto numër makinerish për votim dhe numërim elektronik, ne të paktën plotsonim një qark, pa bler fare pa bler makineri të tjera. Komisioneri shtetëror tha të bëjmë një qark, më që ju nuk doni fare, nuk e bënte do Tirana me ato makineri, po bënte një qark tjetër Elbasanin për këtë temë. Domethënë për mos bler makineri tjera. Po këto që kemi të shfrytëzojmë me të marrim një qark Elbasanin. Nuk deshte prapë opozita. Tani të pranosh votimin me post që shkel të gjitha rregullat e vendosura në kodin zgjedhor, i shkel të gjitha për të gjitha, fshehtësinë e votës, votimin familjar, të gjitha çka ka më të shenjtë kodin zgjedhor ai i shkel. Ajo lloj mënyre votimi i shkel. Dhe mos të lejosh qytetarët shqiptar të votojnë në mënyrë komode, me votim dhe numërim elektronik. Ku ti eliminon votat e pavlerëshme, i eliminon sepse do të lëvërdis dhe PS, i ka lëvërdis dhe PS, se po donte gjende në zgjidhje. PS-ja të jetë sigurt që çdo gjë që e bën për efekt elektoral të vetit, çdo vendimarrje. Çdo vendimarrje që ka. Por problemi është që PS-ja për efekt elektoral, po se kuptojmë pse. S'po e kuptojmë pse. Tani, se për efekt elektoral e ka bërë, ai ka marrë çka ka menduar. I shiti për favor Partisë Demokratike refuzimin e votimit dhe numërimin elektronik, që në funditës e ka prap në interesit saj, dhe mori votimin në jashtë ashtu siç e donte. Siç është bërë, ka qenë në mënyrë identike propozimi i Partisë Socialiste. Siç e donte. Po pra, siç e dokumentuar. Ashtu e dhanë. Domethënë mori shpërndarjen e mandateve, domethënë votimin preferencial, që nuk e kërkoi kurrë PS-ja kështu, sepse nuk mendonte që do ta merrte. Edhe donte të vinte me herës deri në 7.000 që ishte pjesë e negocimit, mund të kalonte edhe me 5.000, domethënë që e gjithë lista e kandidatëve të ishte me votim preferencial dhe kush merrte më shumë se 5.000 vota rirenditej, që ishte prapë më demokratike, është 100 herë më demokratike se sa forma e sot. Domethënë unë nuk e kuptoj që të hysh në një negociat me kundërshtarin direkt politik dhe të bësh veprime dhe të marrësh vendimarrje që të cënojnë në mënyrë të jashtëzakonshme dhe të ulin në mënyrë drastike shanse përfitore, vetëm opozita shqiptare ka bërë. Dhe nuk kuptoj dot, unë arsyeën qartësisht e kuptoj pse e ka bërë. Sepse nuk i intereson fitoria, intereson këtë opozita, domethënë të ketë pjesë më të madhe të opozitës. Kjo është pastaj kjo është tallja më jashtëzakonshme që ka bërë me popullin opozitar. Por se ato akuzojnë bashëm që shiti zgjedhjet, prapë do ta bëjmë këtë gjë.
Po, ata që shiten zgjedhjet me Bashën. Jo, tani e pranoj që i ka vjedhë Rama, po them që të gjithë drejtues politik qarkësh sot, të gjithë. Ata cilët ishin në shitje. Ata që ishin, domethënë që i shitën bashkë me Bashën, janë prapë me Berishën sot drejtues qarkësh, gjithë. Po ndoshta nga që kanë përvojë. Po, dakord, edhe mundet. Domethënë e kanë mësuar këtë pjesë dhe nuk e kanë më kështu. Fakti është që opozita edhe mënyrën e ndërtimit të strategjisë fushatës elektorale e ka bërë një autogol të jashtëzakonshëm. U morën 2 javë me fjalën e Edi Ramës Qyryk, 2 javë kujt ti thot Qyryk, pse na tha Qyryk. Tani ç'pun ka opozita? Si ekspert zgjedhësh ka qenë kjo një strategji për të penguar partitë e vogla, partitë e reja që të forcoheshin? Patjetër. Domethënë strategjia po ju dëgjoj me ëndje sepse më pëlqen që ndërtoni vetë. Strategjia është që ky kod zgjedhor është më i pafavorshëm për partitë e reja ose ata u tregon naiv vetë që nuk bën dot një pol përbashkët për të maksimalizuar votën në kod. Kjo pastaj ka një tjetër pikë pyetje, ishte karrigja problemi i polit përbashkët. Shiko, ata edhe influencat e jashtme të mëdhenjve ndikuan te mohuan artin më të rëndësishëm që ka njeriu, që është kompromisi, por që në politikë është detyrim disa herë, pra bësh kompromis. Ata mendojnë se kompromisi është pazari është nën banak, kompromisi është publik. Të refuzosh në politikë me bë kompromis, si mund të të besoj qytetari që nesër ti do jesh për të? Se ti s'bën kompromis për, ti thua që unë jam. Në këtë pikë ata gabuan, për mua partitë e reja gabuan, sepse nuk lexuan dot kodin, nuk lexuan 2021-shin si për shembull një parti si LSI-ja që mori 110.000 vota që kanë kontribuar për atë kod deri në një moment të fundit. Zoti Alibea i ka qenë ndër artuese, zoti Rezar Tupi më tha herën e fundit. Sot e kuptojmë pse kemi bërë një gabim të madh që nuk pranuam bashkëpunimin me Adriatik Lapajn apo me të tjerë të vegjël që jam vonë. Klubi më ka thënë vetë në studio. Që nuk ka pranuar partitë me sot e pranojmë që kemi bërë gabim që nuk e zgjeruam frontin e bashkëpunimit. Nuk mund të bësh vetëm një fajtor. Monedha ka gjithmonë 2 anë. Monedha ka 2 anë. Tani nuk mundet, më fal, se unë kam dëgjuar dhe retorikën e zotit Lapaj, zotit Shabani, e thotë ne jemi reja nuk bashkojmë me të vjetrën. Ti zotëri ke një detyrim ndaj zgjedhësve tu. Unë kam perceptimin tim që të gjitha ato rezultatet e dalën në sondazhe nuk kanë për të qenë afër fare votave që kanë për të marrë. Rama me Metën që çfarë kishte thënë? Ka bashkëpunuar Berisha me Metën çfarë kishte thënë? Sepse kjo është politika. Një alternativë që i është dhënë, që unë e di që është dhënë, është të hyni në një koalicion secili, domethënë në një koalicion me lista të hapura, ku secili të bënte fushat për veten e vet, për emrin e vet, pa u shqetësuar fare se ka kishte. Edhe ishte edhe nga ana politike, edhe nga ana morale, ishte shumë e drejtë. Edhe thoshte, ti voto mua, unë nga halli më ka detyruar Sali Berisha dhe Edi Rama që unë të jem në listë me Agimin. Unë Agimin nuk është se kam në marrëdhënie, nuk është se ne do qeverisim bashkë, por unë jam i detyruar që për të maksimalizuar votën tënde, unë jam i detyruar të me Agimin. Në disa qarqe nuk do të luftoj të qenë se përmendet Endri Shabanin, po voton live në këto momente. Kështu që, po, nuk kemi dyshime për këtë hedhë votën, kështu. As për këtë nuk kemi dyshime. Për Shabanin, jo. Ta edhe për Adriatikun. Do të dhe kështu. Në fundit nuk mbet vota, mbetet brenda koalicionit. Si Dorela, aktiviste dëgjon këto qasje që kanë një njohës i ligjit, një njohës i partive, a të sjell një shije të keqe për atë që lufton për idealin, për demokracinë e drejtë, duke u referuar asaj që ndodh në terren? Absolutisht. Unë nuk dua me të ndërën të sjell një ndjesi negative, po jam e sinqertë është dëshpëruese që votimet e 4-ta ose të 5-ta në cilat unë marr pjesë jam gjithsesi shumë e dyzuar se kë duhet votoj. Mendoj që përballë një partia që ka qeverisur për 3 mandate, sigurisht që është nevojitur, ka qenë emergjente dhe po them, një qeverisje që edhe nëse do kishte qeverisur në mënyrë perfekte për 3 mandate, rotacioni duhet të ishte garantuar. Fakti që ne sot nuk kemi rotacionin garantuar tregon që të gjitha partitë opozitare, qofshin këto të reja, të vogla, apo partia madhe, partia demokratike. Kishte qeverisë si Merkel në Gjermani, prapë do kishin pa me dyshim. Absolutisht po. Fakti që të gjitha këto parti nuk ja dolën të bënin hapjen e vet që nevojite i kërkohen nga qytetarët, është kërkuar vazhdimisht
Unë e kuptoj dhe faktin që partitë e reja mendojnë që po të bashkohemi në koalicion me Berishën dhe me Metën, ato do na blejnë. Dhe nga ana tjetër, partitë e mëdha opozitare absolutisht mendojnë që po të bashkohemi me partitë e reja, ato do na marrin elektoratin. Fakti është që kjo tregon për fat keq që ne ende nuk e kemi kulturën politike të përfaqësuarit të tjetrit. Pra nuk është e rëndësishme çfarë mendon ti personalisht për Berishën, për Metën e me radhë. A mendojmë ne që armiku më i madh i demokracisë në këtë moment është ai që po kërkon mandatin e 4? Po. Atëherë ne duhet të ndërtojmë një strategji që të garantojmë rotacionin të paktën. Fakti që nuk e kemi as sot rotacionin tregon që jemi një demokraci shumë dobët. Dhe për fat keq mua për punën time të përditshme kjo nuk më jep ndonjë motivim të madh ta vazhdoj, të jem e sinqert, në kuptimin sigurisht që këto janë ndjesi të përzierë, janë por nga ana tjetër mendoj që si aktiviste ke parë që ti bëjmë ato pyetje që thash për shkak se ka disa matës demokracia, është llogaridhënia, është ku shkojnë paratë shqiptarëve, është liria ekonomike, është po mendoj që ne kemi parë në fakt ku kanë shkuar paratë shqiptarëve. Po jo, për shembull, në pyetësor ne se kemi parë gjatë fushatës që të bëhet një debat për këtë gjë. Po pra, dhe prandaj them që ne jemi duke kërkuar diçka. Dhe kryeministri në një debat para 2 ditësh i thoshte një kolegu ton, "Ej, po shikojmë për të ardhmen, lëri këto." Do të thënë, pra, çka ka kalu, ka kalu. Nuk do në asnjë vend që kryeministri thotë, "Herë ç'a bëra?" Shqip që do bëj. Që nuk kemi pikërisht... Neritan Sejamidi, besoj, i referohesh, do e kemi në orën e ty të transmetimit. Jo, po ishe shumë e çuditshme dhe pastaj nuk, domethënë në momentin që ne duhet fikim ekranet, kur i thotë që ti ke nevojë për kamomil, aty dhe të tjerëve, ne dim se kush do kamomil, po problemi është pse ta pim gjithë ne. Unë nuk jam shumë dakord me këtë të fikim ekranet, sepse unë jo, ta fikim ekranet dhe mos ta shikojmë fare. Kuptoj që mos ta shikojmë, por në fund të ditës ne ky është kryeministri i cili po kërkon mandatin. Po fika ekranin fillojmë mendojmë. Për të votuar deputet. Në momentin që fik ekranin, fillojmë mendoj. Unë mendoj që ne duhet të qëndru këmbë këmbës me thënë drejtën dhe me kërku llogari. Dhe këtë nuk e kemi bërë për fat. Po s'ke, po s'jep. As përball, as imagjino me pult. Ai nuk të jep përball. Pa alternativë. Duhet të jesh aty. Nuk të jep, më fal, ai nuk të jep përball, jo më me pult nga shtëpia. Ai nuk të jep përball, apo është zgjedhur 3 herë, kështu që po prezident për herë të 4. Kjo nuk është normale, edhe për këtë them unë, më fal, ta përfundoj shumë shpejt, dhe për këtë them që çdo aktivist, çdo parti politik opozitare, ne nuk kemi sot që ne të diskutojmë, nuk e kemi luksin diskutojmë a është ndarja jonë ideologjike, a është ndarja jonë politike. Ne jemi këtu për të thënë duhet garantojmë minimumin e demokracisë që është rotacioni. Dhe në momentin që ne nuk garantojmë këtë, më vjen shumë keq, por është shumë e vështirë për Unë mendoj që minimumi i demokracisë është marrja pjesë në votime, që ti të vendosësh dhe jo të tjerët vendosin për ty. Pastaj se sa ndodh rotacion, si Dorela, ne duhet të pranojmë që ndoshta jo të gjithë mendojnë për rotacionin, por edhe për konfirmimin. Pra, kjo mbetet në dorë të qytetarëve, se sa jemi ne në gjendje që të mbjellim tek mendimi, format menduarit që demokracia funksionon me kalim stafete, kjo është tjetër gjë, por ne nuk e ndalojmë të tjetërin të dorë. Mos ndikojmë se nuk na lejohet se ditë zgjedhje. Patjetër, dhe unë po përpiqem të veshin atë diskutim. Shiko, unë do të thoja diçka. Opozita nuk duhet të binte pre e strategjisë së Edi Ramës. Në 2005 kishte ministrat të Partisë Socialiste që s'donin dilnin fare në debat publik. Po u imponua nga opozita me alternativën e saj, me alternativën e burimeve njerëzore, me burime njerëzore që kishte, me kopin e gjithë me radhë, të cilët dilnin nëpër televizion. Kishim edhe një kod zgjedhor tjetër, mos të harrojmë. Ishte majoritari. Ajo ishte përballje direkte, pra ne nuk kemi që ata në Kavaj votojnë për atë që ka bërë fushat tek njësia numër 10 në kryeqytet. Edhe ai, edhe një herë, do të kuptojmë diçka, që edhe ai nuk kishte një strategji si forcë qeverisë, sepse PD-ja doli si forcë qeverisë, doli me alternativa, doli me qeveri hije, doli me një program të qartë, edhe këto bëheshin pjesë e debateve të përditshme të debateve televizive. Edhe normalisht kishte ministra që detyroheshin dilin në debat. Këtë gjë do të bënte opozita këtë radhë. Do të përcaktoj se kush qeveria hije, do të përcaktoj strategjinë e saj që ka, ne mos dali kryeministri. Ne mos dali fare. Pse bie prej ti me fjalën na tha çryk, na tha kshu, na tha ashtu. Mos u merr fare me atë, lërën vetmin e ti. Lërë ti flasi vet ai njerëzve me ato terma. Ti do dalësh e do thuash, alternativa Partisë Demokratike është kjo,
çfarë ka bërë mazhoranca gjatë qeverisë së saj, ka premtuar këtë, nuk e ka bërë, ka bërë këtë, e ka bërë me këtë kosto, ndërkohë që Partia Demokratike do të bënte me këtë kosto. Kjo është mënyra si bëhet fushat. Realisht edhe ne kur kemi qenë jo, për hir të së vërtetës, të dyja palët duket se ndiqnin tingjet e njëri tjetrit dhe i kthenin përgjigje nëpërmjet podiumeve respektive. Kishte dy kandidat në këtë zgjedhje. Sali Berisha dhe Edi Rama. Këtë dua të di tani. Kjo është Agim, lufta mes dy të mëdhenjve është e qëllimshme? Ja, sigurisht. Domethënë ai që është në pushtet ose betejën politike përcakton ai që përcakton nga ana e termave. Domethënë opozita hyri në fushat e përcaktuar nga kundërshtari. Pra ajo që tha Seva që domethënë kishte kohë që e përcaktonte dhe për shembull më tipikja që unë trishtova ishte rasti i Korçës. Shumë pavarësisht respektit që kam për Brenozin. Çfarë ndodhi? Rama 2 ditë përpara kërkon për kafe, Berisha e konsideron fitore që ka pi kafe me Brenozin dhe ai hap fushatën tani. Ku futet këtu, domethënë një qendrëstar dhe një drejtues politik që duhet flasi për një projekt atje, domethënë. Pra, në këtë moment ky ra në kurth. Mund qeverisë si Brenozi, e kupton? Jo, ra në kurth. Pa hy fare se Brenozi. Kjo është pyetja që i bëra drejt për së drejti i Vikasos në Korçë dhe i thash rat ju në kurth, jo tha sepse ai është imazhi ynë dhe ndoshta kjo ishte ajo që donte të thonë. Shiko. Në rregull. Nëse ka thënë këtë, të hiqemi ne, jemi ne në faj. Kujtova se ishte Berisha me atë i Vikasun, po se qenë Brenozi, kam gabuar. Jemi ne në faj. Kam gabuar të riqim. Shpresojmë që rezultati e pranoj. Por ama nuk heq dorë nga ideja që spektakli fitoj. Pra fitoj ideja spektakli. Ore, në vend se me marrë vesh ne se çfarë ka bërë kryeministri për Korçën, merremi 2 ditë, a ja vari Ilir Brenozi Ramës me pi kafe apo jo, dhe fitoj Berisha që piu kafe me këtë. Çfarë fitum ne? Morë vesh gjë për Korçën? Morë vesh që çan ndodh me rrugët që bëhen dhe shemben atje të reja? Ore sa lek bën rruga e Sekës? Jo, sa është bërë rruga dhe është prishur. Nuk dhe din gjë qytetarët që rrëzojnë atje, që i bi makina, kali, gomari që bëjnë në ato drut. E morën vesh, i zgjidhi Dalia Brenozit atje në. Nuk dhe, pra në këtë pikë, pa dash pa u thy, nëse në gjën Brenozit me respektin maksimal me këtë se ai ka gjithë respektin. Jo, ai është në drejtën e vet, ai ka më qëndrime të publik. Por s'ka të bëjë me konceptin politik gjërave, sepse po shkove aty te spektakli, te videot, aty mbretron mbreti spektaklit që është Rama. Ai atë, domethënë, ka prej kohësh që ka ndërtuar vetëm spektaklin, nuk e llogari. Domethënë, dy shinat që unë e theksoj prapë, dy shinat me cilën unë mas raportin e demokracisë janë sa e llogari, sa më përgjithësi. Treni Ramës këto dy shinat ka bërë kulla në qendër të Korçës 4 milion euro. Merr 4 milion euro printoj në formate lekësh, edhe hapin gjithë sheshin e Korçës për të kuptuar shqiptarët se sa lek bën ajo kulla. A do e kupton? Që është 10 metra katror. Kjo është çështja. Në bazë është 10 metra katror. Ka të njëjtin diskurs. A do e kupton? Është një shenjë kjo që kupton. Do ta bëj Brenozi këtë? Kush do ta bëj këtë? Brenozi do ta bëj? Mund të jem 500 që se thonë, bëjmë. Po pra 500 që plotoj sheshin. Të mykura apo jo? Po kur i kanë dy palë të mykura nuk e kanë më probleme, se nuk e harrojnë dhe konceptin. Problemi është që nëse ti pret ta bëj Brenozi këtë nuk e bën dot. Se nuk është i mandatuar nga demokratët për të bërë atë punë. O e bën Peleshi o i Vikason, nëse fitojnë zgjedhjet demokratëve ose Peleshi këtë. Por nuk e din qytetarët shqiptarë se ku kanë vajt lekët. Po pse më presit japet llogari Rama? Nuk i jep më llogari Rama, s'do, sepse po të japë llogari e di që ka vjedhur, ka futur duart në xhepat e shqiptarëve. Po kështu pa mbrapa. Opozitës pra. Do merrem me të shkuarën thamë, do merrem. Po pra, çan tota i ceratorta hyja do merr pas 7 vjetëve. Se për shembull kishin ato vazhdojnë gjenerojnë marrin lek. Kishin një pyetje që si u përgjigja ai për shembull, që ideja është që Rama premton shumë pasaportën europiane. Këtyre 250.000 diasporës që u regjistruan që kanë pasaportë europiane dhe amerikane, çfarë premtoi ky për shembull? Ka ndër ata të diasporës që thonë ne nuk duam të votojmë se s'përfaqësohemi fare as nga njëra as nga tjetra palë politikës. Me thënë drejtën, aty ka disa debate. Po fitoi në diasporë pastaj. Sefa nuk di çfarë them. Sefa duhet ta shpjegoj nga ana analitike. Sefa ju na e thatë që në diasporë në Greqi pak votohet te qendra. Kështu që e vota është një drejtë themelore, po për mua në thelb duhet votoj ai që mban në kurriz vendimet e asaj qeverie që merr vendime. Ja po të them unë që, domethënë, unë kam gjithë familjen jashtë, do jetoj nga 30 vjet as si din vendimet e Ramës që ka marrë këto 12 vjet. Pra, në logjik duhet votojnë, megjithse
Unë them që ne nuk kush jam unë që do të them të heq drejtën elementare të votës. Më ka shtetë më demokratikë që nuk e lejojnë. Por në momentin që ata fotografuan, nxorën në rrjetet sociale votën, votuan në mënyrë familjare, unë u trishtova më shumë se prisja që paktën votimi i tyre të ishte model. Jemi në fund. Pse duhet votojmë? Pse duhet të dalin të votojnë gjithë ata që na ndjek? Pash pra, është Haveli, domethënë fuqia të pafuqishmëve. Sot është çdo njeri që ka menduar gjatë gjithë kësaj kohe që është i pafuqishëm, sot i fuqishëm. I fuqishëm me votën vet. Shkoj ta japi, të tregoj vullnetin e tij dhe mostri aty pastaj që unë nuk votoj, unë nuk ashtu dhe do të kërkoj llogari. A ka mungesë alternative Arseva? Shiko, qytetarët shqiptar janë aq zgjuar sa ta zgjidhin gjithmonë alternativën e tyre që i përshtatet më shumë. Unë fatkeqësisht ndihem shumë i trishtuar që këto zgjedhje janë për të keqen më të vogël se sa për të mirën më të madhe. Kjo keqen më të vogël është rritë është më e madhe. Jemi në fund, Agim, ju lutem. Sidorela po e mbyll me ju, sikurse nisa me ju. Pse? Na ke marrë si kodi zgjedhor, 2 burra 1 grua. Unë i referohem gjithmonë ligjeve dhe dua t'i respektoj deri në fund atë. Unë fakt s'kam votuar ende, do shkoj të votoj sepse unë e di që personi që unë do votoj do marr vendime për mua dhe është ai që do më përfaqësoj. Thirrja ime është për çdo të ri, për atë që ka një familjar që i ka të gjithë miqt jashtë, unë kam vllajin jashtë dhe kjo është një plagë që çdo ditë e mendoj. Ka momentin që të vendosim vetë për vete. Nëse mendoni që alternativat e vjetra politike nuk ju përfaqësojnë, keni alternativa të reja, ama shprehni votën. Nëse intimidoheni, keni parasysh që askush nuk e di se kë votoni ju dhe pushteti i tyre mbahet në këmbë nga frika juaj. Mos keni frikë dhe votoni të palëkundur. Faleminderit Sidorela Vatnikaj, faleminderit Agim Baçi, faleminderit Indrit Sefa. Më duhet ta pranoj që e kaluam shumë mirë dhe për mua një nisje e mirë është gjysma e punës. Sa ju takon ju të tjerëve, kjo viza në gisht është aq e rëndësishme sot sa flamuri më 28 dhe 29 nëntor të takon ty të vendosësh jo për një vit, për 4 të tilla, se çfarë do të ndodh me të ardhmen tënde, të fëmijëve të tu apo të prindërve. Janë këto aspekte që nuk i përmendëm, por ne nuk jemi vetëm në këtë botë, fal Zotit. Faleminderit që na ndoqët në një orë transmetimi, për 60 minuta ne rikthehemi. Suela Demiri vjen me zhvillimet më të fundit, ndërkohë, mirupafshim.